Shife, çfarë do bëjmë? Do reagojmë apo do heshtim? Unë kam vendosur të reagoj dhe më ndiq deri në fund të tregoj se si. Kjo qeveri është e vetmja në botë që në këtë situatë merr vendime për rritjen e çmimit të naftës. Për ata që nuk e kuptojnë ende, çmimi është i lartë sepse më shumë se 60% e vlerës së tij janë taksa. Pra, përfituesi më i madh nga rritja e çmimit të naftës sot është qeveria, sepse mbledh më shumë lek nga taksat me çmimin e ri. Shikoni, rritja e naftës do të sjellë dhe rritjen e çmimeve të tjera, së pari të produkteve e mandej të shërbimeve. Si pasojë, jeta në Shqipëri pas 1 ose 2 javësh do të jetë të paktën 20, 30 apo dhe 50% më e shtrenjtë nga sa është sot. E qeveria këtu pra përfiton, sepse TVSH mbetet 20% dhe kur çmimet rritet, ai 20% në vlerë bëhet shumë më i madh në arkën e shtetit. Nga ana tjetër, kemi kastratin me shok, të cilët vetëm nga rritja e këtyre ditëve kanë futur në xhep 10 milion euro. Sepse këtu rritet çmimi, sa po rritet në bursë, a thua se këta i kanë lidhur tubat me bursën dhe jo që kanë 3 muaj naftë rezervë, duke na shitur naftën e bler para 3 muajsh me 218 lek për litër. Pa i kontrolluar askush, sepse sigurisht që i ndajnë lekët bashkë. E këtu lind pyetja, këtë qeveri për çfarë kemi zgjedhur? Që të na rjep edhe më shumë në kohë krize, apo për të na lehtësuar barrën e krizave? Unë mendoj që duhet të jetë kjo e dyta, por duke qenë se ne rrim urt dhe nuk ndihemi, Edi Rama as që do t'ja di. Fundja ai as e përdor makinën e tij për të shkuar në punë apo për të çuar fëmijët në kopësht. E me siguri ka dekada që nuk e fut dorën në xhep për të bler miell, oriz apo ndonjë frut. Leme pastaj për kurse fëmijësh apo shërbime të tjera bazike. Ai jeton në Kodër. Ka kohë i shkëputur nga realiteti dhe asja ka iden se sa e vështirë është të shtysh muajin me këto çmime që janë dhe jo më të rriten me 20 apo 50% më shumë. Ndaj kjo situatë ka vetëm një zgjidhje: reagim i fortë qytetar. Jo për partitë që bëjnë pazare, po për veten tonë. Unë të shtunën në orën 12 do dal para kryeministrisë t'i kërkoj Edi Ramës që të krijojë një mekanizëm ulje taksash dhe kontrolli për ta mbajtur çmimin sa ishte, siç e ka Kosova dhe Maqedonia. Nuk do të ketë lidera me mikrofon dhe as fjalime të mëdha. Do jemi ne që do flasim me prezencën tonë në shesh, pa zhurmë e pa rrëmuj. Nëse mendon si unë, bashkohu. Filloje duke shpërndar këtë video që të hapet fjala dhe eja të shtunën në orën 12 përpara kryeministrisë. Kush hesht paguan, kush reagon fiton.